Tuberkulozi deri në 2030 duhet të zhduket krejtësisht nga harta e sëmundjeve infektive sipas objektivave të OBSH-s, por Shqipëria ka regjistruar sërish gjatë vitit të shkuar raste të reja. 232 raste të reja me tuberkulozë. Është një trend lehtësisht në ulje me vitet e tjera, raste do ketë. Jemi në nismën e TB, por që vazhdon përsëri lufta. Infektimet po prekin edhe moshat e reja për shkak të qëndrimit në lokale, ndërsa ambientet ku po qarkullon më së shumti bakteri tuberkulozit janë ato kolektive. Bëhet fjalë këtu dhe rastet e emigrantëve që në na vinë dhe janë shtuar kohët e fundit, rastet në komunitet siç janë është në burgjet, në spitalet e burgjeve, vlen të theksohet gjithashtu përqindja e tuberkulozit në moshat e reja, sepse është frekuentimi më i lartë i lokaleve dhe zonave të mbyllura, ambienteve të mbyllura dhe përhapja bëhet edhe më e madhe. Pneumologët e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi thonë se sëmundja përhapet përmes spërklave në ajër, ndaj kujdes nëse shfaqen këto shenja. Nëse ne kemi një koll që zgjat më shumë se 3 apo 4 javë, nëse kemi një temperaturë subfebrile, pra 938, që zgjat më shumë se sa 2 apo 3 javë, nëse kemi një djersitet të shtuar natën, nëse ne kemi një rënje në peshë, patjetër që gjithsecili nga ne duhet të ndërgjegjësohet për të bërë 2 ekzaminimet bazë që janë grafia dhe analiza e sputumit për të diagnostikuar këtë sëmundje. Vdekshmëria nga tuberkulozi ka rënë shumë, nëse ndiqet, ajo është plotësisht e trajtueshme.